Transmetrim të drejt për drejt në studio live, ndërsa ndalemi sërish në një tjetër ngjarje shumë të rëndë, një vrasje në qytetin e Beratit. Ndalemi tani në një lajm i fundit që pikërisht i referohet edhe vrasjes për motive të dobta gjithashtu, ku vetëm mes ditën e sotme rreth orës 15:10 pikërisht në lagjen e Kalas, një tjetër shtetas ka mbetur i vrarë si pasojë e arsyeve banale. Mirë, po do të kemi një komunikim të drejt për drejt për të mësuar më tepër rreth kësaj ngjarje dhe kësaj çështje kolegen Mimoza Sinane nga qyteti i Beratit, ku do të shkojmë tani, të cilën e përshëndes. Mimoza, përshëndetje. Përshëndetje, ne jemi në lagjen Kala, pikërisht në vendin ku ka ndodhur dhe ngjarja, e cila po thuaj se shokoi gjithë lagjen Kala, pasi kjo lagje është edhe e banuar dhe nuk ka ndodhur kurrë raste të tilla në këtë lagje, të paktën mbas 97-s e deri tani. Ngjarja është shumë e rëndë, flitet që një turist i Tiranës, 42 vjeçari i cili ka qenë duke vizituar Kalan, por nuk i dihen ende konfliktet përse është konfliktuar me 63 vjeçarin i cili është autori i kësaj ngjarje, Kristo Mema, dhe i cili dispononte një kafshë me të cilën bënin foto ose vizitonin Kalan turistë të ndryshëm që vinin në këtë lagje. E theksoj është era e parë, domethënë që ndodh një ngjarje e tillë dhe nuk dihen ende motivet. Personi ndërsa është në kërkim, ndërsa turisti Keli Hoxha, i cili 42 vjeç, i cili ka qenë për të vizituar Kalan dhe Beratin, mori në konflikt e sipër, është goditur me mjet prerës, dhe megjithëse është çuar me një shpejtësi shumë të madhe në Spitalin Rajonal të Beratit, por nuk i ka mbijetuar dot plagëve. Ndërkohë në vendngjarje ne kemi që nga prokurori dhe deri tek drejtori i policisë është rrethuar gjithë zona, po krihet e gjithë zona për të kapur autorin e kësaj ngjarjeje, i cili është larguar nga vendi i ngjarjes, por edhe nga zona përreth po bëhen kontrolle, po krihet i gjithë qyteti dhe janë ngritur dhe pika dhe postobllogje, pasi dihet edhe se kush është autori dhe dihet dhe i kanë pamjen e tij për ta vënë në pranga. Mirë, Mimoza, të falenderoj shumë për informacionin, ndërsa ne jemi padyshim duke përcjellë një tjetër ngjarje shumë të rëndë se takon pikërisht të qytetit të Beratit, një vrasje ndodhur gjatë ditës sotme rreth orës 15:10 pikërisht në Berat, motive të dobta bën me dije, sikurse dhe kolegja ka njoftuar, por gjithashtu edhe nga njoftimi zyrtar nga policia e shtetit gjatë ditës sotme, ku me sa duket 42 vjeçari viktima i mbetur si pasojë e këtij debati dhe sherri ka shkuar për të vizituar Kalan e Beratit, mirë po fatkeqësisht jeta e tij është ndalur atje.